Aeroportet kryesore të Belgjikës dhe Brukselit dhe Liezhit u përfshin sërish në panik gjatë natës pas disa shikimeve të dyshuara të droneve mbi hapësirën ajrore civile. Incidenti ndodhen pak kohë pas mbledhjes urgjente të Këshillit të Sigurimit Kombëtar, ku diskutuar reagimi ndaj kërcënimeve të reja që po shqetësojnë autoritetet belge. Sipas mediave vendese, prania e dronëve është raportuar edhe mbi termocentralin bërthamor Doel, si dhe mbi qendrën e kërkimeve bërthamore SÇK në Mol, ndërsa raste të ngjashme kanë vërejtur pranë portit të Antwerpit, dhe pse operacionet ajrore kanë pasur ndikim të kufizuar, frika për sigurinë kombëtare është në rritje. Në kushtet e një sigurie në rritje, Belgjika pritet të marrë ndihmë teknike nga ushtria gjermane, e cila do të ofrojë mbështetje për sistemet kundër droneve. Ministri belg i mbrojtjes softoi se nga 1 janari 2026 do të bëhet funksionale qendra kombëtare e sigurisë në hapësirën ajrore, një strukturë e re që do të koordinojë monitorimin dhe reagimin ndaj kërcënimeve ajrore të këtij lloji. Autoritetet belge po shqyrtojnë gjithashtu futjen e regjistrimeve të detyrueshme të droneve dhe të krijimit të një qendre kombëtare mbikëqyrëse për hapësirën ajrore, ndërsa po diskutohet edhe mundësia e rrezikimit të droneve të paidentifikuara që konsiderohen kërcënim. Megjithatë, deri tani nuk ka prova konkrete të dyshimet janë të përqendruara tek Rusia, e cila akuzohet për qendrën pas njësër shkeljesh ajrore në hapësirën e vendeve të NATO-s. Ministri belg i mbrojtjes pritet të paraqitet të premten një plan investimi për 50 milion eurosh për një iniciativë kombëtare kundër droneve. Në të njëjtën kohë, aeroporti i dytë më i madh i Suediz në Gothenburg raportoi incidente të ngjashme, ndërsa policia suedeze ka hapur një hetim për sabotimin e dyshuar të aviacioneve. Në të njëjtën kohë, aeroporti i dytë më i madh i Suediz në Gothenburg raportoi incidente të ngjashme, ndërsa policia suedeze ka hapur një hetim për sabotim të dyshuar të aviacionit. Si Bashkimi Evropian, ashtu dhe në NATO janë në gatishmëri të lartë. Aleanca Veriatlantike ka paralajmëruar Moskën se do të përdorë të gjitha mjetet mbrojtëse për të parandaluar çdo shkelje të re të hapësirës ajrore, pas incidenteve të fundit me drone ruse mbi Poloni, në raportimet për ndërhyrje të avionëve luftarake ruse në hapësirën ajrore të Estonisë.